Për ty. Kryetari sapo zgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës tashmë ka filluar mbledhjen e parë si kryetari i kësaj partie me anëtarët e kryesisë. Dhe në rend të dite kam vetëm një pikë, aktivizimi edhe më i strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen në vend. Kjo pasi dje është konfirmuar tashmë dhe nga presidentja e shtetit Vjosa Osmani që me datën 28 vendi do të ketë zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Kjo pas dështimit të konstituimit të Kuvendit Kosovës fillimisht dhe më pastaj edhe dështimit të formimit të qeverisë së re nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Megjithatë, edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, por edhe nga partitë e tjera deri tash opozitare kanë pasur dëshirë dhe kanë preferuar datën 21 për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Nuk dihet nëse këta në PDK tashmë janë partuar me datën 28, megjithatë është e sigurt që në këtë parti do të flasin rreth kësaj date për këtë datë dhe për procesin zgjedhor që do të bëhet me datën 28 dhjetor në gjithë Republikën e Kosovës. Por çka tutje me këtë datë dhe me aktivizimin e strukturave të PDK-s, padyshim që do e pyesim edhe më në kryetarin e sapo zgjedhur të kësaj partie Bedri Hamza, i cili planifikohet të dalë në konferencë për media këtu pasi të përfundojë edhe mbledhja e kryesisë. Nuk dihet nëse në këtë takim mund të shmangen edhe një temë aktuale që lidhet drejt për drejt me Partinë Demokratike të Kosovës, që është vendimi i Gjykatës Supreme dje ose hedhja poshtë e një ankese që e ka bërë pikërisht kjo parti në lidhje me votimin dhe keqpërdorimin, siç e kanë quajtur këta, të procesit të votimit në Mitrovicën e Jugut. Megjithatë, për këtë çështje dhe për krejt temat aktuale politike në vend që lidhen edhe me zgjedhjet e jashtëzakonshme, zgjedhjet lokale konkretisht në Mitrovicën e Jugut dhe krejt ato që përfshin sferën politike ku domosdoshmërisht Partia Demokratike e Kosovës bën pjesë, ne do e pyesim Bedri Hamzën posa të dalë në konferencë për media, e cila është planifikuar të fillojë nga ora 15:30. Nuk dihet nëse do të jetë kështu, por ne do të jemi këtu dhe do e sjellim për gjithë shikuesit e televizionit deklarimin e Hamzës para mediave dhe ato se çfarë ka ai për të deklaruar pas mbledhjes së parë të kryesisë që mbajti ai si kryetar i kësaj partie politike. Qëndresa, të faleminderit.